në qoftë se do i referohemi datës 2 nëntor 2023, më pak se sa një muaj pas vizitës së kryesiut dhe kilaj për zotin Thaçi, ZPS-ja zhvilloi një kontroll të autorizuar me urdhër gjyqësor në banesën e kilajt në Kosovë. Gjatë këtij kontrolli, ZPS-ja sekuestroi copa letre të grisura nga një qese mbeturinash që ishte lënë në hyrje të banesës së zotit Kilajt. Mund ta shikojmë këtë në provën materiale të ZPS-s P00123. Pra, sikurse e shikoni, kjo qese është mbushur me letra të grisura. Ekspertët forensik i kanë bashkuar këto copat e grisura të letrës dhe rezultatet tregojnë që Kilaj kishte grisur dhe kishte hetur në kosh mbeturinash, jo copa letrash rastësore, por letra të grisura të dy deklaratave të mëparshme konfidenciale të dëshmitarit 4. Një prej letrave të grisura mund ta shikoni në ekran dhe kjo ka numrin P3 të provës materiale të ZPS-s. Kjo është pikërisht faqja 6, pjesa 6, faqja 7 e dëshmitarit, e dëshmisë së paraprake të dëshmitarit 4, dhe ndërkohë e kemi dhënë të paqartë, nuk mund ta lexoni sepse mbetet një dokument konfidencial. Ndërkohë që versioni plot i deklaratës së dëshmitarit 4 të ZPS-s i është nxjerr Thaçit në çështjen 6 përpara vizitës së 6 tetorit. Pjesë e dokumentit sekuestruar nga Kilaj është eksaktësisht e njëjta pjesë dhe e njëjti numër faqe që Thaçi tha që dëshmitari duhet ta ndryshonte.